godinave të drejtësisë, të sistemit drejtësisë. Kam vënë re me keqardhje që vetë qeverisja e sistemit drejtësisë fal pavarësisë plot që ju dha atij sistemi me reformën drejtësi, ndër ato të qalat e veta ka edhe po themi dobësinë e madhe në administrimin e infrastrukturës, në projektimin e infrastrukturës, në transformimin e infrastrukturës. Transformimi i infrastrukturës, transformimi i godinave, pa projekte të besueshme, është mision i pamundur. Përfundimisht kemi vendosur që edhe këtë mision ta marrim përsipër vet. Dhe në Shqipërinë 2030 të kemi një infrastrukturë tërësisht të transformuar të godina drejtësisë, sepse nuk mund të vazhdojmë me arna, nuk mund të vazhdojmë më me hapësira dhe me mjedise gjykatash e prokurorish janë shumë larg sqenie dinjitoze, nuk mund të vazhdojmë më me ushtësira që pastaj përkthehen edhe në një performancë që lë shumë për dëshiruar. Hapësirat publike vazhdojmë me pastrimin, e kam thënë që ditën 1 nuk është një aksion, është një operacion i cili do të vazhdojë në mënyrë kirurgjikale në çdo pjesë të organizmit urban të vendit, në çdo pjesë të organizmit urban të kryeqytetit. Dhe do të pastrohet çdo pjesë e prekur nga këta qiban të patolerueshëm, vendin e cilëve do ta zëri një hapësirë re bashkëjetese mes komunitetit dhe njësive tregtare. Natyrisht që Tirana nuk është Teherani, kam thënë dhe herë të tjera, dhe ne nuk do t'i mbyllim brenda të gjithë ata që kanë shërbime edhe jashtë derës së njësisë, por ama do të vendosim kufit e qartë, sepse nuk mund lejohet që në hapësirë e një komuniteti ngrehinat e vendosur aty me pahirin e forcës apo me pahirin e shpërfilljes së ligjit dhe të marrëdhënies së bashkëjetesës shëndetshme qytetare të bëjnë ligjin.